Kolonoskopia, domethënë është në këtë rast ekzaminimi pjesës poshtme të traktit gastrointestinal. Sigurisht edhe te gastroskopia, domethënë në këtë rast shfrytëzojmë kamerën, burimin e dritës, përmes cilës domethënë arrihet fitoni imazhet përkatësisht procese të ndryshme patologjike të cilat eventualisht mund të jenë në traktin e poshtëm gastrointestinal. Domethënë këtu është një video ilustrative. Domethënë fillohet nga pjesa e poshtme, domethënë e zorës së trash. Domethënë ky është kolonoskopi. Këtë rast këtu është kamera përmes cilës domethënë sigurohen imazhet. Këtu është burimi i dritës. Domethënë dhe në këtë rast domethënë mund të identifikohen të gjitha proceset. Këtu domethënë në kamerë në video pasqyrohet domethënë hyrja deri në ileumin terminal. Është shumë e rëndësishme domethënë të përmendet që në këtë rast domethënë ekzaminimi të përfundohet me hyrjen në ileumin terminal. Shpeshherë ndodh që për shkak të vështirësive domethënë në ekzaminim, sepse kolonoskopia ditë të jetë ndonjëherë edhe mjaft sfiduese, për shumë faktor, domethënë për shkak konstitucionit zorëve, jo rehatisë pacientit, çrregullimit të parametrave vital, mirë po edhe në rastet kur nuk realizohet kolonoskopia, nuk është turp, të themi domethënë që ekzaminimi u ndërprer, është shumë e keqe kur shkohet deri në një segment caktuar të zorës trash dhe pastaj domethënë thuhet që e kemi ekzaminuar domethënë tërë sipërfaqen e zorës trash. Siç e thash, domethënë shumë e rëndësishme është të futet domethënë edhe në ileumin terminal, sepse shpeshherë disa patologji dinë të fshehen pikërisht në ileumin terminal. Domethënë në atë video, domethënë këtë video u pasqyroi domethënë hyrjen në ileumin terminal. Përndryshe, siç e thash, këtu është kamera, domethënë ku sigurohen imazhet. Këtu është burimi i dritës. Kjo është domethënë pjesa ku del uji, domethënë i cili shërben për shpërlarje dhe për domethënë krijimin e imazheve sa më të qarta. Ndërsa kjo pjesa këtu janë pikërisht, ja siç shihet edhe në video, domethënë janë kanali ku futen domethënë instrumentet të ndryshme, në cilat në këtë rast domethënë kanë për qëllim domethënë eliminimin e patologjive të ndryshme, siç është në këtë rast domethënë heqja e polipit, domethënë me instrument në këtë rast domethënë me këtë lakun kapet polipi, digjet dhe pastaj domethënë hiqet. Në këtë rast me heqjen e çdo polipi është shpëtuar një jetë.